Shikoj sa në momenti për gatuar pastat më të momentit në përbot, vodka penet. Nuk e nëse janë zbulu vitin e kalum, datojnë që nga vitet e 90 në Itali, por botnisht për momentin janë viral. Si kam gatuar asnjëherë, shumë e thjesht, shumë e shpejt, thoni që ka vodka, ju që nuk e konsumoni alkoolin, s'është për ju kjo past, por do ta kemi domatën dhe vodka do ta zhduk shijen e domatës, ku ta vendosim edhe kremin e kuzhinës për gatim, s'di me ja u përshu, e kam provuar disa në për restorane, se kam gatu asnjëherë, kështu që për herë të parë me ju do ta gatuaj. Çka do të përdorim për këtë pjatë? Kemi pra pastat pene, garofalo, artizanale më të mirat italiane në treg, dhe pa më burkoj sepse uji na ka vlu, kështu që thash që është një drekë që merr kohë shumë pak, për 10 minuta e kemi gati. Këtu t'i vendosim direkt në azihen, ashtu. Okej, pastat i kemi vendos. Çka kemi tjetër? Kemi vajin më të mirë italian në treg, Moninin, ekstra i vergjëra. E thash më herët, po e thon prap, ta kursejmë një fustan në muaj dhe konsumojmë produkte të shëndetshme, sepse kur ne shkëlqejmë nga jashtë, krejt është rezultat se çka konsumojmë, mos të harrojmë. Kemi një qep të kuqe, arsyeja pse kam marrë qepën e kuqe sepse është aromatizues dhe pastat do të na bëjnë ende më të shijshme. Pra gjithçysh me qepën e kuqe, shikues. Sot nuk kemi djath parmezan, po kemi grana padano, dhe ky super djath italian. Kremi pra krem për gatim kemi këtu. Jeni mësu mi thonë hopla, se më pyetni mani çka është. Dhe kemi më pak se një gotë vodka, sepse kemi vodka penes. Dhe krejt për fund, isha në Paris për ditëlindje, edhe ka ditë që jam kthyer shikues, edhe duke pa ushqim produkte, pash lule. Lule që na servojnë në restoran, edhe atje e hangra një omlet, ku anash e kishin servu omletin me rukolla sallat dhe kishte një lule në mes. Kështu që sot, Tianës do t'ja dekorojnë pjatën, penet me një lule. Sepse dhe ajo është vetë një lule. Po nisim gatimin, shikues. Pra, makaronat po na zihen, përterja gati na është nxehtë, po e ngrisim temperaturën. E dim që unë pasat i gatuaj edhe me gjallë, po kisha harru me ble, realisht kisha harru që s'kam, që do të shkojmë vetëm me vajin më të mirë italian, pra në treg. Monini, një kështu. Dhe me qenë se përterja na është nxehtë dhe vaji u lirit nuk guxon me ndajt shumë temperaturë të nxehtë, sepse digjet ta vendosim direkt qepën, ja kështu. Ja, pra shikues, qepën pothuaj se e kemi gati, për një minutë është gati dhe me njerë do të vendosim salcën e domatës. Pastaj kemi vodkën, pastaj kemi kremin, pastaj parmezanin, makaronat edhe keni mu shkri 5 minuta punë. Tani, me qenë se qepa është gati, do të shkojmë direkt me salcën, Pra, këtu kemi paste, pastë domatës, kemi 100% domate. Që të dëshironi mund ta krijoni edhe në shtëpi, bleni domate në blender, si të doni, nëse jo, shkoni në dyqan dhe e bleni nga kompania më e njohur italiane. Për 2 minuta do të vendosim tek domatja vodkën. Do të krijojmë një salcë të pembe, pink, që shtojnë amerikanë. Okej, edhe salcën e kemi gati, o zot. Çfarë arome po vjen, no comment. Momenti për magjinën. Pra, kemi më pak se një gotë vodka, Nuk e keni idenë, vodka sa është lojë ndryshuese, që shtojnë amerikanë, game changer në këtë recetë, sepse ai e zhdu krejt aromën e domatës. Dhe pastaj me kremin për gatim, pra hoplën, do të fitojmë mendimin e saj një ngjyrë të pembe të salcës dhe një super teksturë kremoze që e kemi edhe djathin i cili do të na bëj ende më kremoze pjatën tonë, por ju premtoj që nuk do ta heqni nga menija duke këndu. Po pra, kuzhina ushqimi është vetë muzika.
Okej? Salcën pothuajse shikoj se kemi gati, tani është radha për kremin e kuzhinës, ja. Ja, kështu. Dhe do ta shihni tani si do ndryshojnë ngjyra, pra do të fitojmë një salcë të pembe, ja, të hapur, është fantastike. Tani do të vendosim pak krip, detit si gjithnjë, dhe pak piper të zi. Pak krip. Dhe pak piper të zi. Nuk kam qare shikus për e marrë një lugë me provua, ma bërë me syke salcë, wow. Ja, shiqojni. Hajde cake, shiqojni sa kremoze është, shiqojni, wow. Ja. Hajde pra ta provojnë. Boleron. I shallas për pijeme. Ja, pra edhe salcën e kemi gati. Tani do të vendosim pak nga djati, ja kështu. Dhe pak do ta lëm krejt në fund, pas makaronave. Pasi ti vendosim makarona, unë po du e ko marrë një lugë tu afër, shikohes, po du me provu si na zhbë kjo salca. Pra, mos harroni, kur ta vendosni vodkën, si për pastës së domateve, për 10 minuta e leni që të vloj vodka me qëllim që alkooli të zhduket, të absorbohet komplet. Atëherë, shpëritin po e ndalim, makaronat na jenë zi shikues, po e ulim edhe në minimale temperaturën tek salca, ja, makaronat i kemi al dente dhe direkt do t'i vendosim tek forterja, ja. Ja, thash që sot do të ham, do të krijojmë një pjatë me makarona, pene, vodka pene, super kremoze. Mund të afroni nderuari caki dhe t'ja tregojmë shikuesve se çfarë salce kemi krijuar, o zot, ja pra. Fantastike. Qofse dëshironi t'i bëni pikante të djegsta, vendosni pipera, para peperoncino të kuq, do të vendosim vetëm edhe pak krip, se kishte mungesë. Dhe krejt në fund, djati që na ka ngelur, i cili ndihmon që ende t'i kemi më kremoze. Dhe po i përzijemi ja kështu për herë të fundit, sepse dhe makaronat e kanë një filozofi, nuk bën me i përzi shumë. Ja. O zot. Para se mi servu, pi provoj. Hajde ta provojmë, ja? Ja. Hajde. No, koment. Po e ndalim edhe shpëreti për herë të fundit dhe ja. Dreka është gati, ju lumë shëndurt, ju boft mirë kur hani. Ju thash që kam ble lule dhe këto pasta, vodka pene, do t'i dekorojmë me lule. Hajde ta zgjedhim. Kjo është pra dreka për sot shikues, e lehtë, e thjeshtë, e lëngshme me i hangër gishtata. Vodka pene, ju bëft mirë kur ta gatuani dhe zilja. Na erdhi Diana bashkë në kona ka ardhur.
Po shkojmë po e hapim derën, e ju qëndroni me ne. Vodka penne. Të këshirëm që ka bo Ana. Që të mdo këtë muj me gjithë një pepironi. Sper pras. Realisione. Adaltone. Një maj pas ka qa. Mirë. Së dhe ndi mi maru shumë. E kam specialitet pasën për dryshe.